Në fakt është si që cituat dhe ju, qytetarët e Elbasanit për dhe jo vetëm, janë duke u përgatitur për të organizuar festën e fundvitit dhe padyshim kryesori i tavolinës së fundvitit mbetet Xheli i Detit. Duhet themi që në qarkun e Elbasanit, në qytetin e Peqinit, të fermer të cilët prej vitesh tashmë janë duke rritur gjelin e detit në formën tradicionale të tyre prej gati 9 muajsh, ata janë kujdesur duke hedhur ushqime të ndryshme dhe të themi kështu duke ushqyer bio gjelin e detit të Peqinit, të cilët shumë shpejt dhe ka nisur tregu që ai të tregtohet. Duhet të themi që Rika është ajo më e preferuara nga qytetarët e Elbasanit, ku aktualisht pra pula e detit e thënë ndryshe. Po, duhet themi që është gati 10.000 lekë kilogrami, ndërsa gjeli i detit shkon në 9.000 lekë kilogrami. Duhet